Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahu dhul Gjelal, I cili na ka bën pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rima dhe besnik, për e lusë Allahu dhul Gjelal, të salavate më konë edhe mbi neve, pasi që kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është I dërgumi I fundit të tina. Sot pra është gjumaja e fundit e mujt Ramazan. Qëtër një javë nuk ka më Ramazan. Ashtu që nëse Allah I mja pymë atës ditë kush ka me jetuë të Ramazanin qëtër apo kush ka me jetuë, a ka me pas mundësi apet me hypen në Ramazanin qëtër që të në mimber, sinqerisht për ju thamë, ka me morë malli mi pa që të ftyrat e juve. Inshallah Allahu dhul Gjelal I shpërblen. Pse o vëllezër, për atë arsye se a keni pa I gruni ku të rritet edhe kur të zverët, bëhet hazër për mukor, shka ban? I ullet koka, mërvesh. Qështu njësoj edhe ju, I një mush me se vape shumë. Inshallah e keni rrinjë dhe natën e kadrit, se kur është natën e kadrit se dina, ma kina hala pak kohë për rrinjë dhe natën e kadrit. E inshallah Allahu dhul Gjelal ju shpërblen për Ramazanin të cilën e mani, për namazin natës të cilën e falni, për sadakat të cilat I jepni, për iftarat të cilat I shtroni, për Kur'anin të cilën e lexoni, edhe për shumë vepra tjera të cilat I bani. Se plot kapi neve, shka mojnë Ramazan, plot kapi neve, shka falen natën, plot kapi neve, shka japin zeqat, plot kapi neve, shka lexojnë Kur'an, plot kapi neve, shka dëshmojnë për Allahun dhul Gjelal. Dhe kjo vrehet o vëllezër. Jo veç këtu në xhami, po edhe në qytet me dalë, në Shkup e merë vesh që Ramazan është. Se me Shkup në për do qyteta qera të muslimanve. Edhe në Stambol me shkuve, Stambolin, e di shka në logarit në Stamboli, ku është për para neve, nuk e vrejnë që të ftyrën e Ramazanit në Stambol. Më sfolna dhe thot, me shku në për do qyteta qera. Dhe thot, dalohet këto Ramazanin në Shkup. Edhe shumë njerëzi na livdojnë, pse I na burat mire dhe thojnë, Ramazani e ka jeshien Meke, ama si mos mush Meke, shkon në Shkup. Pse? Se ka ders, ka nasihat, ka taravi, ka kretat ka. E këto kush I ban? Këto na I ban, këtë bashkë. Që të këqit, shka I na, shka për lami me zveti, shka nuk folna vla me vla, shka nuk e shkelna derën e më të rëzdon, shka se kina gajle për këshin, apet, elhamdulillah, e kina një mirësi. E këtë mirësien, do të me rujt na këtë bashkë. Nëse e rujna bashkë, Allahu në ishtonë. Po nëse nuk e rujna, na I merë këtë një metë shka e kena. Ata dini që e kena një metë shumë të madhë që Allahu dhul Gjelal në ka dalue pi rajonit në Balkan, keqë në shka është në Balkani, dhe thot në ka dalue, inshallah Allahu dhul Gjelal, nuk në I hek pi dore këtë një metë të sinë në I kalam. O vlezën, Allahu dhul Gjelal në Kur'an për thot, e jame ma'dudat, janë ditë numrume. A ke pa për para na shkajna pak ma plet shka I në konë ushtarë, kur vike 2 shifra, shka ma ishmi, se ma ishmi asë shenelin, asë opërtasat nuk I veshmi, ka shko ishmi, u livda ishmi qerve, si të në brojmë, ne më gëdastojmë. E din dhe me ki që ma gjomba jamune. Edhe najna gjomba për Ramazan, më ka metë si të në, pak ka metë, inshallah Allahu dhul Gjelal ka shpërbly. Po une përdu me përmendi shka qeter. Se cili pineve e ka një halë, e ka një dertë, e ka da një babja, da një nanë të shpia shka s'ka mujtë ma gjinu. E ka grujë ndështë a 7 zonë, shka s'ka mujtë ma gjinu. E ka da një fëmin barka ati, shka halo s'ka dalë në dunjo. E ka da një halë, ja e ka da një në burgë, ja e ka da një kanë musafirë.
ka shku në çështë dunjës, nuk mundet me arë se a një të pa, lufta atë kërësit ka mos. Se cili ka dhe një probleme ka. E Allahu dhul gjelal, shka për nga thot, e jame ma'dudat. Ve in kuntum mërda au ala seferin, fe iddetum min e jamin ukha. Nëse jeni të smut, apo jeni në udhëtim, kompenzone ditë për dite. Je ka një s'ke mujt me agjinu, ani kur të ka përcen Ramazani, kompenzoje ditë për dite. Je ka në udhëtim, s'ke mujt me agjinu, ani kur të vish të shpija, mas Ramazanit kompenzoje. Për atë arsye, mas Ramazanit, ashtë se vapi moj 6 ditë. A ju ka shku me një dhe njëherë, pse janë 6 ditë? Po gratë e tona të shpija, ka sa ditë nuk mujnë me agjinu në Ramazan? Mesatarin është 6 ditë. Disa ndështë asu në agjinojnë 3 ditë, disa 4 ditë, disa 5 ditë, disa 7 ditë, ama mesatarja është atë një javë. E ajo duhet mi kompensu ditë e veta në Ramazan. E shka ti si buri mirë, janë i manë, se agjinon edhe ti, apëton. Edhe ti agjinon e i banë shëshni. Për këtë arsye pra duhet qaj shka s'ka mujt me e plëcu Ramazanin, duhet me plëcu mas Ramazanin. Po valla behoj s'muj, se qështu e kam s'mundje. Se ka plët njerëzi shka kanë qef me agjinu, për s'muj gjënohet. Dhe thot, sheqerin, kur të hanë buk ju bot 27, kur mës hanë i bjen 2, sunnen kanë veta, qështu e ka s'muj. Inshallah Zotin një manë. Po për këta shka ka dhe thot me dhonë fitër. Fitër, me pague Ramazanin e vetë. Sa duhet me pagu? Janë fitra që i kam përcaktu Bashkësia Islame, po nëse nuk i mundësi mi qua të fitrat që i ka bon Bashkësia Islame, merin janë 100 kg mil. 100 kg mil mund nëse cili mi ble, mi adhon dhe një fukarajës. Se kas kam nërë të cilët kanë nevoj, edhe për mil kanë nevoj. E i ble në 100 kg mil, jep dhe një kuna e pagun do thëtë Ramazanin tanë. E ka plot njerëz të cilët do thëtë duhet me dhonë fitër për me pagu. E na, shka e na të shnosh, apëton, ka dhe njëherë këna sha gjatë Ramazanin, ka dhe njëherë, ja këna bo dhe një kuna mësy, apëton, ka dhe njëherë këna lujt dhe një kamar të vogël, ka dhe njëherë këna bo dhe një dalaverë, apëton, si na me lache. Dhe thot, këna bo na hilat i të lujt poker, që daj në Ramazan, apëton, e ke vedh dhe një kartë. Qka dohet me dhonë një fitër, që mo ngritë Ramazani i jonë, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ramazani merë midis tokës edhe qiellit. Tek të erti, sa mos ta pagujna sadaka e fitrën. E ku ta pagujna sadaka e fitrën, ajo ngritët për pjetë. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujna ju mbledhen 4 cilësi brenda një ditës. 4 cilësi. Aja është qa ditë për i banorëve të xhenetit. E neve sot për në mbledhen 2 cilësi, inshallah. E të në fund ditës, do të bëjmë një 2 qera. E para qka, është agjinumshë. Elhamdulillah, mendoj që shumica për neve, jemi krejt agjinumshë. Ka është një. E dyta qka, kush ja falë namazin e gjenazës një vllaut vet, apo një motrës të vete. Kena gjenazëna këto sot, për para. Në ditën e fundit Ramazanit, e gjuma, kena gjenazë, inshallah Allahu dhe Gjilal, ja ka ba nasib gjenetin. Se me dek në Ramazan, a shumë një nimet i madhë. Ama nimet për neve, që pëmbujna me plëcu edhe që cilësien e dytë. E treta qka? E treta e i ke dhonë një sadakat. E një vllai i joni, i Sanxhakit, e ka gjallin e smut. Ka nevoj për më bo operacion, e këna shtu një se gjallë që do masit falmi, kush ka mundësi? 1 dinar me dhonë, një sadaka është edhe ja. Më skujtojë dikush se, abe 1 dinar, shka ka në pisajna? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, mos e orreni atë voglën për sadaka, pse që është shumë e madhe të Allahu dhul Gjilal. Sabon 3. Edhe një qka, kur shkoj shka shpia, e kida një kanë smut. Kena na plot smut, apëtë na për familje tona, shka në vizitan. E sot i ke bon 4 cilësi. Me Ramazan je, e ke falë një gjenazë, ke dhënë një sadaka, e ke vizitu një smut,
ti je prej banorëve të xhenetit që ditë. Inshallah Allahu dhul xhelal na I ban nasib mi realizu edhe këto çona tjera. Për këtë çështje pra doni më kon shumë krenar. Shumë. A di çka do të thonë shumë që Allahu dhul xhelal të ka zgjedh tije me majt Ramazan. Pa janë këston që nuk man Ramazan, pse s'man? Po s'ja ka qelë zemrën Allahu atina. Ty ta ka qelë. Ty atë të dasht. Ty ashtë të të përdor Allahu dhul xhelal për me bon ibadet. Me majt Ramazan, Ramazani është ibadet. Atë të përdor Allahu dhul xhelal për me fal namaz xhenazës. Atë të përdor Allahu dhul xhelal për me dhënë sadaka. Atë të përdor Allahu dhul xhelal për me shku me vizitu një vllavin tan. Dije që Allahu dhul xhelal atë të dasht. Pse? Se Allahu nuk zhdreb me që të folti, jam të dashtën e tije. Ja, për na me zveti, kër e dojnë të një kanë qedër, shkojnë e thënë, vallaj shumë du tije. Edhe kjo çka është pi sunetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ashfaq dashnin në vllavit tan. Pse? Se kur ti e don dikan, Allahu të dash tyje. Inshallah Allahu dhul xhelal na don, edhe inshallah Allahu dhul xhelal na ban hala më të mirë. Zoti është shpërblet të gjithëve. Inshallah Allahu dhul xhelal na I fal gabimet, se nuk ka njerë pa gabime, secili ka gabimet e veta, po inshallah që ki Ramazan a bon sebeb për mi la gabimet tona, për mi la gjunahet tona, nëpërmjet veprave të mira të cilat I kena bon. Zoti është shpërblet të gjithëve. E thash që ta shkaj në gjut, mas për herë për shpirtin tem, pas të edhe për shpirtat e juve tjerëve. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.